Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës Briseida Çakëri në takime të vazhdueshme me banorët e rajonit numër 3. Dita e saj nis dermëter në lagjet më të vjetra të rajonit 3, aty ku historia e qytetit flet përmes mureve dhe rrugicave. Me njerëzit e thjeshtë që na presin gjithmonë me buzëqeshje, me fjalë zemre dhe me shumë dashamirësi, shpreh kandidatja Çakëri, e cila i falenderon ata për mirëpritjen e çdo dite dhe për besimin që japin në këto takime që po zhvillon me ta, ku po shpalos platformën e saj dhe të Partisë Socialiste dhe po kërkon votën për 11 majin me qëllim vazhdimin e mandatit të 4 qeverisës. Kandidatja e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Briseida Çakëri është ndalur edhe në galerinë e Artit Runaj. Arti ka fuqinë të ndalë për një moment të prek shpirtin dhe të jap ndjesin se je pjesë e diçkaje më të madhe, shpreh Çakëri. Këtë e përjetuam në galerinë Runaj, ku veprat flasin vetë dhe frymëzimi është në çdo cep. Jemi me fat që një nga artistët më të famshëm të Shqipërisë vjen pikërisht nga Vlora jon, me qindra ekspozita të realizuara, me breza të tërë studentësh të formuar në drejtimin e tij. Ai vazhdon të ndikojë në jetën artistike të vendit ton, thot Çakëri. Arti nuk është luks, por nevojë, dhe çdo vepër e ekspozuar në këtë galeri është një kujtesë e bukur për këtë, shpreh ndër të tjera kandidatja socialiste për deputete.